Në çdo moment, në çdo kohë, pra Radio Lindja për plot me musafir, kjo premte besa u kon shumë e mirë, vetur se kena pas full me musafir të ndryshëm nga troje shqiptare. Ajo më kënaqësia më e madhe që i kemi prej lokal, domethënë prej vendit tonë me prapë me musafir. Atëherë ne do të fillojmë me musafirët që i kemi në studio. Djem të ri besa kanë ardhur në Norvegji këtu. Edhe kanë qenë gati krejt Ramazanit këtu, edhe do t'jenë deri në ditën e Bajramit. Me neve sonte është Sahit Ibrahimi, hafëz nga Kosova, edhe hoxh, edhe Zejt Salihu, po ashtu hafëz edhe hoxh. Do të mësojmë shumë më shumë se kush janë ata. Ndërkohë derisa e kemi Efendi Sabri Jonuzin këtu, imamin tonë, do të thonë veterane, vendase, mund të thonë gjithçka. Duke filluar me Sabriun, Sabri tregona pak me musafirët që i keni pasur i keni këtu, qysha keni kalu deri sot? Alosh dhe me të është faleminderit spari për thirrjen. Kemi nderin dhe kënaqësinë çdo herë kur vim këtu. Ajo që përmend më herët që keni musafir vazhdimisht tregon edhe për kontributin jo që e jepni për diasporën, për shqiptarët, për komunitetin ton këtu. Zoti i Madh ju shpërbleft për çdo mund, për çdo hap, për çdo lodhje që e bënin këtë drejtim. Inshallah ju bekon edhe ju jep recet edhe në këtë punë që e bëni vazhdimisht. Realisht, kë Ramazan ka qenë pak më i veçantë nga Ramazanet e kaluam, për shkak se e kemi ndryshuar pak atë traditën e faljes së namazit, që ndoshta do të na flasin musafirët pak më shumë. Kemi dashur që të lexojmë pak më shumë Kur'an, kemi dashur që gjatë namazit cilin e bëjmë të qëndrojmë pak më gjatë në namaz të teravive, duke dashur me kry një hatme të Kur'anit. Në përgjithësi, muaji i bekuar i Ramazanit i ka bereqetet e veta që kërkon po ashtu nga ne si musliman, si besimtar, me pas ndryshime në jetën e përditshme. Nuk duhet ky Ramazan me qenë një sikur se ai i kalumi, edhe ai i kalumi sikur ai i para kalumi. Pra çdo herë mundohemi me sjellë risi, në mënyrë që ta freskojmë vetën, ta freskojmë xhamatin, po ashtu të kemi diçka çdo herë që na jetë si mbresë në mendjen tonë, se ky Ramazan e pat këtë veçori. Prandaj edhe ky Ramazan ka shku deri tash mirë. E shpresojmë që edhe këtë ditë pakta të cilat kanë mbet, Zoti i Madh më na i lecu edhe me kalu ashtu siç është me sfiri. Kanë mbet edhe ditë të caktuar gati më pak se një javë. Preskia më e mirë është e këtyre dy musafirëve, këtyre djemve të ri që i kemi këtu, që Alushit Seku, po më duket njëri nuk është ende hoxh, po prapë se prapë e dim që ai që është hafëz dhe hoxh do të prezantohet i pari, do të vazhdojmë me tjetrin edhe ta tregojnë se si kanë kalu në Realisht dyt janë edhe A dyt janë xhalla, po okay. Atë unë më keq kuptova, mendova që është vetëm se ai hoxh, po prapë se prapë, domethënë i kemi dy xhallar këtu, të ri, nga vendlinja jonë nga Kosova. Njëri nga Prizreni, tjetri nga Prishtina, por do të na tregoni edhe atë risinë, ato që e keni sjell për herë të parë, domethënë bashkë me Hoxhën Sabri, imamin e qendrës, pra bashkisë qendra fetare shqiptare, kulturore shqiptare këtu në Oslo, xhamia domethënë në Tveta, për këtë muaj, për këtë ditë, domethënë që do ta rumbullaksoni do me ditën e fundit, atë na tregoni se si ka kalu deri tani, edhe si do të keni para pa për mbylljen, po një herë na prezantoni. Është kënaqësi e jona ta dim për të dy xhallarët, pra të marrim Sahitin, kush është Sahiti, mas voli. Hajde, pra Sahiti i Prishtinës, kryeqyteti Alush. Fillimisht faleminderit për ftesën. Unë jam Sahit Ibrahimi prej Prishtinës. Realisht studimet i kam kryer në Sharika, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kështu, tash kemi ardhur në Norvegji me ftesë të Hoxhës Sabri. Këta në xhamin e tyne si vjetë e kanë bo një risi, të thejmë ashtu, e lexojmë në namazin e teravive Kur'anin me hatme. Me hatme do të thotë me lexu Kur'anin, do më thonë të tërin, nga sura Fatiha deri sura Nas, do më thonë në namaz. Po. Tani japim fjalën pra Hoxhës tjetër. Zejt Salihu nga Prizreni, ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Nga Prizreni, i shkollum në medreset Prizrenit, pastaj kam vazhdu për 2 vite në Turqi, në studime pas shkollës mesme, dhe nga aty për 6 vite kam qenë student në Medinën e ndritshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku edhe kam përfundu fakultetin e jurisprudencës islame.
Dhe tani, si hoxhi i ri, tu prit se çka po na pret në mejdanin e thirrjes në rrugë të Allahut. Ashtu. Domethënë nuk jeni imam dikun ende në Kosovë. Ende jo, konsiderohem si hoxh relativisht i ri, edhe pse me mosh nështë e kemi bo do vjetë, po përvojën e hoxhës... Ju jeni tri, po shifrit edhe nga ftyra juve se jeni tri, po e kuptum se ishe martum, kishe vajza, po? Po, jam i martum, e kom një vajzë që i ka 2 vjetë e gjysë, për cilën më ka marrë malli shumë, edhe po presë më bo vajrami edhe me shku me... Ju kuptoj që ashtu është për fillestar, hoxhallar të ri kur dalin për ndime i lajnë fëmijët e vegjël, mërzitën është ama shumë, po besoj që me xhamatin edhe me hoxhën Sabri keni kalu shumë mirë dhe nuk i keni me jetu këtë ditë. Hoxhën Sabri Zoti e shpërbleft, edhe për nga mosha është në moshë me babën tem, na ka dhënë atë avërsinë e babës edhe na është gjindë në çdo nevojë tonën. Zoti e shpërbleft, kemi kalu shumë mirë, i falenderojmë edhe për ftesën. Ka qenë ndër për neve edhe xhamati na ka pritur shumë mirë. Megjithse kjo teravia me hatme ka qenë sfidë edhe për neve, sikur hoxhallar dhe hafizler, sepse ka qenë hera e parë për mua, po edhe për Hafiz Saidin, deri tash ja kemi dalë shumë mirë dhe po synojmë që ditën e hanë me përfundu leximin e Kuranit në namaz deri në fund inshallah. Inshallah. Hoxh Sabri, sa zgjat kjo mas teravizmo, kjo puna e hatmes? Sa kohë ju merr për shembull, qëndron xhamati, për shembull se Alushi kanë herë ban pak si hajgare me këto thotë do po ikin mas 3 qate të fal teravine, ju rrin gati këtu, nuk di. Realisht leximi do të jetë pak më i shpejt, dhe kjo ka bërë që gjithë teravia me zgjat fjala është komplet me namaz të yatsis me vetëm 1 orë e gjysmë. 1 orë e gjysmë ashtu. 1 orë e gjysmë, që besoj që është në suazat të normales kur dëshiron, po. Përsa ishte përfshinjet edhe yatsia aty në kodë të teravis, po me gjithë leximin e Kuranit, për shkak se janë më shumë se 600 faqe që duhet lexohen. Që i bie që për çdo recat duhet lexohen 2 faqe të Kuranit minimum, për me arrit me përfundu ashtu siç është plani. Allah i shpërbleft ata që na kanë freskuar dhe ashtu. Na e kanë zbukuruar këtë Ramazan. Tregona pak, kjo është hera parë që jeni dalë, po? Në diasporë. Relativisht nuk është hera parë, jemi dalë edhe më herët. Jeni kone edhe dikun tjetër më herët. Kemi qenë edhe më herët kështu përkohësisht shërbim. Po të ftuam çashtu po. Për mua është hera e dytë, vitin e kaluar kom shërbyer në për mua është hera e dytë, vitin e kaluar kom shërbyer në Hamburg në Gjermani për gjatë gjithë muajit Ramazanit, mirë po nuk kanë qenë teravit e tilla me hatme, ka qenë këndimi më i shkurt dhe u kon si përvojë më e lehtë. Tash kjo hera e dytë me hatme. Dallimin tregona pak. Dallimi është tash parafersisht në recat ne i lexojmë 2 faqe e gjys prej Kuranit, ndërsa vitin e kaluar kam lexuar gjys faqe apo 1 faqe. Dallimi i madh është me xhamatin edhe me bashkësinë, se neve na intereson shumë Hamburgi me Oslo. Po edhe atje ka qenë pritja shumë i mirë. Do të thonë pas xhamatin e përzim se në Hamburg. Jo, edhe atje kam shërbyer në xhamit shqiptare ashtu po. Po, ajo shtëpi e Zotit ka pasur edhe nacionalitete të tjera. Ashtu sikur që kemi në xhamit tona këtu, se shtëpitë e Zotit dirë të hapura për çdo komunitet. Nuk jemi në nacionalist në atë aspektin kombëtar me thonë që do të shkojmë në xhami të jemi shqiptar. Jo, ka qenë edhe ajo xhamia e shqiptarëve, sikur këtu në Oslo. Po këtu në Oslo diçysh njerëzit nështë edhe Norvegjia e tillë më të qetë, më pa stres. Pevrejkë dallim. Jo, në atë nxehtësinë shqiptarët nuk e hupin, po e kanë një farë relaksin, një farë qetësie njerëzit në përgjithësi. Observim i mirë, shumë e vrejtje e mirë më kjo. Po hoxha Said si ka kalu me agjerim tash, për shkak se kemi pas edhe dytë me borë këto, më pak ftoft, ndoshta pak me terma tepër se sa në Kosovë. Po. Faktikisht neve na kanë dhënë një stres se atje në Norvegji është dita gatë. Po verës, mirë po kur erdhëm këtu neve kemi orën kohë të mirë se tar dita shkurt edhe relativisht domethënë ke xhamati po thonë spenina agjerimi për shkak se po na duket si gjysdite. Domethënë ata që kanë rrjedhë verës me agjeru për shembull 10-11 kur bëhet koha e mesnatës, gati mesnat. Tash në kohë dimrit është shumë lehtë, kjo është nimet prej Allahut, domethënë me shfrytëzuese edhe me agjeru, edhe lehtë, edhe mirë, edhe drejt. Hoxha Sabri, si keni kalu me xhamatin e ju për këtë muaj Ramazan, për këto ditë që jemi tash në përfundim, në kanë me të edhe një javë tani, domethënë vetëm se sot një javë kemi edhe Bajram.
Shpresojmë që ditën e Xuma, ditën e premtë do të jetë bajrami. Tash kjo sfida e re e cila që kemi filluar si vjet këtë Ramazan, natyrisht ka bën që një pjesë e xhamatit që janë pak më të lodhën, ndoshta nuk kanë ujtë me qëndru ashtu siç kanë qëndru më herët, prej fillimit deri në mbarim. Mirë, po namazi i teravive është namaz nate, është namaz vullnetar, nuk është obligativ. Prandaj edhe këtë ja u kemi thonë edhe në fillim që qëndro sa ke mundësi. Zoti i Madh nuk na ngarkon. Na kemi vendosur si vjet me kry kështu në këtë formë. E po shpresojmë që do t'ja dalim me lejen Allahu te barek ve teala me këta dy bukurosha, me këta dy havuzllar. Mirë, në përgjithësi, domethënë mirë ka qenë pas aktivitete, sepse xhamia ju njësë ku jemi këtu e përfshin edhe sektorin e grus muslimane atje, aktivitetet iftare të përbashkëta, si keni kalu me xhamatin? Zakonisht çdo vikend mundohemi me shfrytzu me iftar. Kemi dy lloj iftare të cilat i bëjnë, një të cilën e ofron xhamia. Ashtu po. I mbulon shpenzimet xhamia dhe tjetrin të cilin participojnë gjithë xhamati. Dhe dorën zemër ajo që bëhet nga xhamati gjithmonë del shumë më i mirë, shumë më i mirë. Dhe më i begat besoj në ushqim. Më i begat për shkak se ka lloj-llojshme të ushqimit, pastaj na kemi xhamat që nuk janë edhe shqiptar, sjellin edhe nga kultura të tjera, nga tradita të tjera ushqim. Po diçka që e presim me mall. Si iftar, organizimet kanë qenë të rëndomta si zakonisht të cilat i bëjnë. Mirë, në përgjithësi domethënë që sa kemi rinin aktive tash në qendrat tona fetare në xhami, sidomos te juja që jeni pak më në qendër atje në feta, që kemi shumë në altet komuniteteve me përkatësi fetare islame. Na kur ishim vitin e kalum këtu, sqarum një çështje që ndoshta tash po e ndisi obligim me sqaru prap. Vjet e përmendëm se do ta hapim një shkollë, e cila ka qenë në planin e vitit kalum. Mirë, po duke analizuar shpenzimet të cilat i përmban kjo shkollë e cila ishte në plan mu hap qysh në shtatorin e kalum, hapësira e cila duhej për të, atëherë vendosëm si qendër bashkë me kryesin që ta shtyjmë edhe pak këtë proces të hapjes shkollës dhe ta sigurojmë spari lokalin. Dhe fatmirësisht ka që një mujdit kemi ble edhe 600 metra katror. Na ka mbetë natyrisht një bosh afër 2,5 milionë për hapjen e kësaj, për sigurimin komplet të shkollës. Shpresoj gjatë Ramazanit do të sigurohet ky fond. Si sigurohet lokali, pastaj nuk na jep tjetër, nuk kemi më shpenzime tjera, edhe është në plan me u hap ajo shkollat për cilën kemi fol, e cila do të bashkon 3 elemente kryesore që i duhet një fëmije, një personi, një muslimani në të ardhmen, e që është besimi, gjuha dhe po ashtu shkenca. Dhe këto 3 elemente mendojmë me i inkuadru në shkollën të cilën do të hapim. Do të ketë mësim besim për fëmijët tanë, do të ketë realisht gjuha shqipe ashtu, edhe tash kemi dy mësuese të cilat janë aktive, 2 pedagoge të mira, të cilat janë aktive, dhe po ashtu shkenca, fjala që do të hapen, do të inkuadrohen profesor të cilët kanë përvojë në robotik, në ashtu në atë aspektin e shkencës teknologjike. Kjo është plani i arshëm. Po i arshëm i qendrës, po. Hoxhën sa ta pisim në realitet alëshe edhe për xhamatin, për rinin, a mund të na tregon se e ke pas rinin goxha aty tash aktive? Apo ndoshta të ka thonë është sabri këto që e ke pa këto i kemi gjithmonë këto janë ato që i kemi gjithnjë. Rinia, kemi kalu shumë me rinin. Rinia, domethënë xhamia themi është 90% gati janë ketri, vetëm safjen e parë kemi pleç, disa të cilët ulen domethënë karrik, kur të shumica janë rini. Me rinin kemi kalu shumë mirë, kemi kalu shumë çaste të mira, ajo që vlen me u përmend dhe mu theksu është koha iftarëve, domethënë neve si musafir në këtë xhami, çdo iftar domethënë çdo ditë e kemi pas, domethënë kemi qenë të ftuar prej xhamatit, shumica aty janë rini, dhe kemi kaluar domethënë shumë çaste të mira, të cilat nuk kena më harru, gat besoj.
Tregoneni pak, po doja me ditë pak për Kosovë, atje dhe funksionimi. Tash ne jemi këtu, po në njëjtën kohë na i përcjellim këto televizione, media këto që janë atje në Kosovë. Është media interesuar për shembull më jep hapësinë, po thojmë që gjatë muajit Ramazan për shembull pikrisht për fen për shembull ose për juve mjoftu me spjegu edhe çfarë është feja, çush është feja, çush funksionon, se ne e dim që Kosova na muslimanë jena krejt, po janë disa qytete që pak kemi pranuar lësh. Po jo, janë disa qytete për shembull që në Prishtinë nuk kanë edhe çat shumë derdh, qysh Kullerski, as Ramazani Kullerski. Tash tregoni pak sa është ajo për shembull, a ka efekt, çush po është efekti, apo është krejt rafsh, se për Mitrovicë e di çush është, po për vende tjera pak më. Po, alhamdulillah që ka televizion islame, nuk i di jam lejohet këtu me i përmend me emra. Është PIS TV-a, është RTI-a, që është e hoxhës Shefqet Krasniqi. Aty u jepet hapësira hoxhallarëve sa duhet. Në televizionet lokale, unë jam i Prizrenit, ju jepet hapësirë hoxhallarëve për me bë programe, sidomos në muajin e Ramazanit. Mirë po në nivel nacional, do më thonë kanalet që janë ma të famshme, nuk besoj, ma komerciale, nuk besoj që e japin hapësirën e duhur, duke pas parasysh që 96% jemi shtet musliman dhe elhamdulillah shumë ka xheruz dhe çdo vit e më shumë poshtohet numri i tyre. Mendoj se në këtë aspekt duhet më dhënë më shumë hapësirë muslimanëve. Krejt që ka shohim televizionet tonë është thuja se islamofobi fatkeqësisht. Domethënë programet mezi presin me ndodh diçka që më dhon tituj edhe me sulmu islamin. Hoxha Sabri, sa i përket aktiviteteve tjera që i cekëm këto, keni pas musafir nga vendlinja, hoxhallar, po edhe nga diaspora, po edhe do një këmbim, apo shkëmbim me xhami tjera këto? Gjatë Ramazanit kemi pas musafir nga Biko, Bashkia Islame e Kosovës. Ishte dekani i Fakultetit Studimeve Islame, e po ashtu edhe profesori Shkelzen, profesori gjuhës arabe në Besi. Pastaj sot dhe patëm musafir po ashtu drejtorin për diasport pranë Bashkisë Islame të Maqedonisë. Këta i kishim musafir gjatë Ramazanit, si vjet nuk kemi po ndonjë tribun të veçantë ashtu siç i kemi bërë më herët, arsyeja është që jemi duke u mundu me siguru këtë fond që po na duhet për sigurimin e lokalit poshtë. Për ata si vjet e kemi çu pak më qetë. Po i kemi mirë. Sepse ata keni bërë gjithmonë pastaj. Ata kemi prioritet, po, ata kemi prioritet. Një vet me i ndal pa aktivitetet, është ndobi për të ardhmen. Atëre ne po afrohem normal ka dalë edhe misioni që kemi vazhdu pak ekstra se kemi shumë musafir, që kjo i takon, domethënë që ta kemi këto se kjo jetë arkiv. Edhe pastaj ata në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, në trojet tona shqiptare mundën kur dojnë me hime me pa edhe mundën me pa që këtë është normal. Sikurse ato emisione që i bojnë ata i bojnë edhe na, për shembull, nuk është diçka. Dhe ditë e fundit, gati më pak se 10 ditë, tash është nota kadrit, edhe janë këto ditë pak ma shumë aktivitete, janë vitrat besa e shumë sene, tregona pak çka do të ndodh ashtu ditë e fundit edhe kur pi bjen nota kadrit tash se na duhet me gjet, a e kena gjet? Ka të vetë është ashtu. Sa i të për sa i të ti. Sa i të. Fola shumë. Ti që dashte të se folis. Kjo ma në më këtë kohë, minutazhen. Po pra. Po, tash jemi në dhecën e fundit Ramazanit. Dheci i fundit veçohet se në këtë dhe të fundit gjendet edhe nota ma me vlerë e vitit. Që janë quhet nota e kadrit, nota në të cilën ka zbritur Kur'ani, andaj besimtarët e japin maksimumin e tyre për me gjetë këtë notë, e cila është ma me vlerë se sa 1000 muaj. Pyetja, domethënë kur është kjo notë, kjo është temë diskutimi, për shkak se ka dietarët që e caktojnë me ditë mirë, po më saktë është ajo që kjo është e mshefur në dhecën e fundit të Ramazanit.
saksisht në netët tek, ashtu që ka ardhur në hadith të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë lëpeni në natën tek. Do të thonë natën e 21 me qenë, 23, 25, 27 ose nata e 29. Dikush prej dietarëve mos më i tash me kallzu ders, mendojnë që është nata e 27 më e afërta, është nata e 27 me qenë domethënë nota e kadrit, edhe kjo është e njohur në popull, domethënë që nota 27 është nota e kadrit, se nota e katraxhexhave. Mirë po ajo ka mundësi me kanë, mirë po neve si besimtar mundojmë me lyp në këto net tek, domethënë secilin prej tyre. Dikush prej dietarëve ka thonë që kjo natë mundet edhe me lujt pe vitit në vit. Një vit mund me qenë nota 27, një vit nota 25, 23, 21. Andaj këto kë mendim edhe kjo divergjencë e dietarëve për me e lyp këtë natë, na çka na shtyn neve, na shtyn që çdo natë me llogarit që është nata e kadrit. Domethënë çdo natë me i bua ato ibadetet, ato lutjet, mënyrën më të mirë, mos me specifiku dhe më thonë valla në veç natën 27, çto po bëj ibadet të tjera të neglizhoj. Po me bë mos me kanë çaja natë për shembull, ti hub shumë. Kur 10 net janë shumë pakta, domethënë për me mja kushtu edhe më përkushtu këtyre netëve. Po çka preferohet në realitet prej ibadeta o prej lutjeve për këto ditë edhe ditën e fundit për ata që nuk dinë të lexojnë Kur'an, edhe pse kemi edhe Kur'anin në shqip, se ndoshta s'mund ta kuptojnë, se nuk është edhe bashkëlet ta kuptojnë Kur'anin pa shkutën i hoxh, sigurisht ju jeni 3 tash, edhe hoxha Sabri apo hoxha xhallar tjerë si Berat apo këtë që kemi këtu. Alhamdulillah ju keni xhallar mundi edhe me mësua edhe Kur'anin edhe këta mundësitë, alhamdulillah keni. Ajo çka konkretisht me pyetjen e ju, çka preferohet në këto 10 ditë, domethënë namazi mos me lë namazin me xhamat, domethënë më mundu me prezantu në xhami, sidomos namazin e yacis, namazin e sabahut, pastaj namazin e teravive, edhe me i shtu domethënë lutjet edhe adhurimet. Njëtën pyetje që ne parashtove ti neve, realisht ja ka parashtu edhe Aisha, gruaja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, vetë Resulullahit. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, nëse e ndjej natën e kadrit, se cila është, çka më thon, çish më lut, çish më avo, pejgamberi sa ja ka mësuar një lutje që është shumë e shkurt, një vao shumë kuptiplote, e ka kuptimin shumë të mëdha. Edhe është mirë me mësu secili besimtar edhe me thon, domethënë me ndje këtë lutje, domethënë për shpirtin, domethënë ajo lutje është kështu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, el-afu. El-afu është për emrave të Allahut. O Allah, ti je el-afu, ti je falës. Dën faljen, ndaj më fal mua. Kjo është domethënë lutja e cila preferohet me thon sa më shumë, domethënë gjatë këtyre 10 netëve. Tash ato aspektin praktik apo teknik ta pyesim hoxhën derisa ka të bëjë me xhamata, është direkt i lidhur me këto punën edhe zakatit edhe të vitrave. Besoj që kanë filluar tash edhe në qendra gjet i grumbullojnë, edhe tash ne kishim edhe domethënë magjistrin nga Shkupi, drejtori i përfaqësues në realitet i diasporës, domethënë për xhamit tona që kemi, ka domethënë i kanë mektepet, i kanë medeset, i kanë pastaj edhe tash i kanë edhe shkollat në realitet të Shkup që janë në realitet të legjitimuar apo janë domethënë të pranuara nga shteti që mund të vazhdosh me studimin islame, po teket me lënë ata vazhdon fizik që mund të lidhësh pa problem, por shkak se tash njihet ajo shkollat e tyre është hoxh me vend që të ndihmojmë në ato qendrat neve bashkësit më tona fetare, si kur Biku, na Gjes, kur Bofil, Maqedonia, apo edhe në Shqipëri, me studentët tyre që kanë, sepse besoj që Zoti e ka lënë kështu që domthonë të ndihmohet me zeqat dhe me vitra këto studentë, sepse hin rolin edhe të varfërve, po derisa s'ka mundësi ata të financohen nga shteti aq shumë, besoj që edhe kjo ka një vlerë të madhe. Ndërlidhe me ato që thash, sikur muslimanët në Kosovë të kishin gëzu të drejtat që i gëzojmë na si musliman në Norvegji, kishte me qenë shumë diçka e vlerësume. Sikur Bashkia Islame kishte ndihmë nga shteti, ashtu siç kemi na si qendra fetare nga shteti këtu, besoj ndoshta nuk kishte me pas nevojë për ndihmë. Mirpo Bashkia Islame nuk ka ndihmë nga shteti. Mirë mbahet nga populli, nga muslimanët. Zakonisht kur është një çështje e tillë, atëherë zakonisht këto institucione me gjithë atë kapacitet, me gjithë atë volum të stafit që kanë, që kanë nevojë për ndihmën tonë. Dhe na zakonisht kur i mbledhim sadakatul fitrin apo kurbanat, zakonisht i dërgojmë në 2 vende, në medresen e Shkupit dhe në medresen e Prishtinës.
natyrisht për shkak se aty janë kuadrat së ardhmës së Kosovës. Informata tash që i kam këtë vit, a dini që në medresen e Prishtinës, ma shumë se 80% nga studentët që janë në medresen, që mbarojnë shkollën e mesme, ma shumë se 80% nuk vazhdojnë për studime teologjike. Vazhdojnë në studime tjerë. Mjek, inxhinier. Kjo është ajo mirësia që medreseja tash është një shkollë e mesme normale nga mesin e shkollave normale të Prishtinës. Prandaj na investojmë për ardhmërinë e komunitetit tonë, për ardhmërinë e shqiptarëve, dhe këto mundohemi. Si vjet vitrat i kemi lënë në 2 opsione, varësisht për gjendjes materiale, 150 kruna ata që e kanë gjendjen normale, ata që kanë gjendjen pak më të mirë materiale, 200 kruna për person, dhe vitrat apo sadakatul fitri jepet për çdo person në familje. Për çdo person, qoftë fëmijë apo qoftë i rritur. Kur do të jetë afati për shembull që do të deri në sadakatul fitri pranohet deri para faljes namazit të Bajramit. Momentin që falet namazi i Bajramit, atëherë nuk llogaritet në këtë. Mirë po është një sadakë rëndomt nga sadakat. Atëherë, kjo kënaqësia më e madhe ishte që ju erdhët edhe pas këtë atyve aktivitete e obligime që keni pas sot se një ditë e madhe. Për neve ishte nder, faleminderit shumë, edhe me siguri se do shihemi edhe herave tjera, normal me saprin që shysh, po ndoshta edhe me juve. Edhe unë ju uroj shumë shëndet, edhe ju uroj që të vazhdoni, do të thonë mes Mehmet këtu tash me hime në xhami dhe me hoq, po vazhdoni ende, ka magjister, doktoratur e kështu me radhë, që ka daldale që më ju spjegu pak ka shumë edhe atyre që këtë janë këtu sa në normale. Na e na shqiptar, po duhet mi taku diçkafit. Kështu që takoj aty ku janë edhe shumica ose zgjedh diçka tjetër. Faleminderit shumë edhe sukses. Vetëm edhe një njoftim, më falni që ndoshta si përfund, kemi duan e hatmes. Duan e hatmes, shpresojmë inshallah do ta bëjmë ditën e Han. Pra në namazin e teravive do të bëhet edhe duaja e hatmes e përfundimit komplet të Kuranit. Prandaj njoftimi është i përgjithshëm, ftesa është e përgjithshme, kush ka mundësi me ardh prezentu, besoj do të jetë një natë pak më e veçantë se janë natë. Faleminderit për ftesë, Zoti ju bekofte, ju shpërblet për gjithë ato punë, ato sakrifica që keni bërë edhe ju për t'ia dalë edhe me hatmën, domethënë të Kuranit famlar gjatë muajit Ramazanit bashkë me Hoxhën Sabri. Rrugtimi juve qoftë i mbar kudo që të jeni, kudo që do të prej kama ju. Faleminderit shumë. Kishëm kënaqësinë. Faleminderit. Në gjdo hap, në gjdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrese përbashk. Radio